a bën me lënë emrin në një të vdekur i mirë, po dikush në familje veç e ka marrë atë emër. Përtrirja e emrit lejohet, me raste është edhe sevap, nëse është për një emër që meriton mu përtri, edhe personi që ka vdek ka qenë frymëzim për juve, ka raste kur disa emra s'bën mi përtri fare, po as disa personalitete s'bën me i kujtu fare, për arsye se s'kan qenë burrat mirë, ata ma mirë mos mi kujtu, edhe mos mu inspiru për keq familjarët prej atyne personave, Allah na rujt. Çfarë themi? Nëse dikush ka përtri në familje, nëse është shumë i afërt, atëherë problem dy persona me të njëjtin emër se e kthejnë kokën të dytë me njëherë. Por nëse janë pak më larg, atë nuk ka problem diçka tillë. Pra, varet prej rrethonave, nëse janë dy vllazën që janë gjatë në njëjtin emër, di që se bën këto, po du me afru si mesele. Pastaj nëse janë djemtagjës, edhe jetojnë me të njëjtën shtëpi, prapë s'u japin të njëjtin emër, por nëse janë larg janë me tjetrën edhe takon rrallë, edhe ja vën emrin, nuk prish punë me lehtë Allahut, as më tepër pastaj nëse kushërini e kështu me radhë.